Internet sa njerëz YouTube sa, unë jam Da Sara në Anjë Report. Si gocë interneti që jam, e kisha të pamundur që të mos më ngacmonte ky lajmi që do t'ju them tani. Është rritur shumë numri personave që përdorin internetin në Shqipëri. E në fakt, kjo dihej, po 55% e shqiptarëve përdorin internetin. Sepse sipas një studimi që ka bërë ISHP-ja këto kohët e fundit, është rritur shumë numri shqiptarëve që kanë akses në botën virtuale. Dhe shqyqyrëre, se e dini se si mendoj unë? Mendoj që interneti është si të xhirosh botën. Do thoni juve te proven çik. Është e vërtet që ulu në karrige e shohim botën, ama na zgjerohet horizonti dhe ky popull, Shqipëria, neve kemi shumë nevojë të zgjerojmë horizontin ton. Edhe inshallah në këtë formë emancipohet gjithmonë edhe më shumë vendi ynë i dashur, Shqipëria. Dhe me qënë se jemi të këto lajmet internetore, më habisi fare një lajm super mega bomb mbi Facebookun. Xukja ka për të paguar një gjop se jo për gjë, po pas ka vjedhur klikimet. Si ka mundësi që një rrjet social si Facebooku, që është rrjeti social më i përdorur në të gjithë botën, të ketë nevojë të vjedhë klikimet? Po si more se unë Zuken e majsha dhe për djaltë mënçur shumë? Apo thoni pasuria ti hedh trut në erë dhe nuk di më se ç'bën njeriu. Nëse dëmi që duhet të paguhet Zuckerbergu është vetëm $750. Dhe $750 për Zuckerbergun duhet jenë nga ato që ai përdor për të fshirë të ndënjurat përpara se të bëjë dush me qumësht. Mos i thoni fëmijëve tuaj bëu burr. Mos i thoni fëmijëve tuaj gjujo vlla me grusht me që të ra edhe ai. Sipas një studimi, nuk qënë ka mirë fare kështu. Dhe po sipas këtij studimi, përkundrazi, ndiko ka në mashkullurinë e fëmijës tuaj. Nëse keni një fëmijë mashkull, nuk duhet i thoni atij se ai është burr, patjetër. Dhe unë kam përshtypjen se ky lajm vlen sidomos për Shqipërinë që kërcet dajaku për 7 palqefe, nëse nuk bo çuni ç'a i thot baba. Se baba ka bo çun, edhe çuni që është çun, duhet sillet si çun. Pikë zez që gjeti këtë farë mileti që është Shqipëria. Sa kemi në shqiptarët, ndonjë gjë që na argëton në kohën e lirë, fap, na e presin mes qefin. Do dali patjetër në një kleçk që do na e heqi këtë dreq argëtimi. Ne qytetarët e Tiranës për shembull, në të diellat tona argëtuese, kemi vetëm 2 lloje argëtimi. Ose të ham drek diku, ose të ham drek diku. Edhe sikur ta kalojmë ditën tonë të pushimit në ndonjë qendër tregtare, do ham drek diku. Dhe për ne, qytetarët e Tiranës, ku hahet më mirë? E po, afër detit, afër mbretit. Dhe kush është deti që kemi më afër ne tiranasët? Durrësi! E po, shpreha thot, s'ka më qoftë ke daja, kurse unë po ju them, s'ka më peshk në Durrës. E në ke plepat harrojeni s'keni për gjetë peshk. As djathin nuk do të hani dot në Durrës, as djathin, jo peshkun që ta harroni. Sipas specialistëve, këto produkte, pra produktet e detit, kryesisht peshku, por edhe produktet e bulmetit, kanë dalë si prodhime ushqimore jo të sigurta. Kur e mësova këtë lajmin, mendova sa peshk kam ngrënë unë në Durrës, e sidomos Karkaleca, se jo për gjë, po na kanë thënë që bëjnë mirë edhe për ca gjona këto prodhimet e detit. Po që do, na iku mund t'i dëmë, shqyqyr që ne shqiptarët shquemi gjithsesi për t'i bërë ca gjëra. Si që përmënda edhe në emisionin tim të mëparshëm, çështja e gjobave është kthyer në një çështje shumë të nxehtë për ne popullin shqiptar. Dhe sidomos për ne që jemi shofer, po thoni gjysma e Shqipërisë janë shofera se vazhdojmë të kemi të njëjtin mentalitet. Më përpara ble makinën e shtrenjtë, pastaj vje shtëpia. Si gjithnjë, kush e ha, është gjithmonë populli shkret. Se ja, autobusi kryeministrit për shembull, kishte ca gjoba pa paguar se kishte kaluar kundravajtje, po e kaloi kufiri për Kosovë. Asnjëri nuk i tha asgjë. Edhe pse ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në Facebook ka shkruar tekstualisht kështu: debitorët me gjoba pa shlyer do dalin jashtë kufive të Shqipërisë vetëm pasi të kenë shlyer gjobat. Mirë, po me sa duket, ky vendim nuk vlen për kabinetin qeveritar dhe vetë kryeministrin e Shqipërisë. Vetë kryeministri dhe kabineti i tij qeveritar kanë kaluar kufirin drejt Kosovës me datë 11 janar për të shkuar në Prizren me një autobus që për arsye se kishte ecur kundravajtje, i kishte ca gjoba për të paguar. Dhe në fund fare, lajmi që na çoroditi dhe skandalizoi të tërve ishte dënimi që u bë një gruaje në bazë të ligjit të kanunit. Gruaja teksa po shkonte në punë dhe kishte qelluar që atë ditë ishte pushim, kishte ndaluar pak në kish që të lutej. Mirë po, xhelozia e bashkëshortit kishte qenë aq e madhe sa e kishte dhindru. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, i kishte hyrë shqelba edhe i birit të jëmës.
Më pas, bashkëshorti në bazë të ligjit të kanunit i ka prerë flokët gruas në shenjë turpi për atë që kishte bërë. Pra që kishte shkuar të lutej dhe të ndiqte meshën në kish. Dhe më thoni ju nëse kjo nuk është skandaloze. Se jo për gjë, po si skandaloze është cilësuar ai materiali që përcolla 2 ditë më parë mbi prostitutat në trotuaret e Tiranës edhe lokalet striptiz. Jo po, më thoni ju se kush është më skandaloze në këtë Shqipëri. Sepse në këtë shoqëri ku jetoj edhe unë, e kam shumë të vështirë ta shtjelloj këtë punë, sado që mundohem që t'jap kontributin tim. Nëse do të klikoni në Google, në YouTube, në internet, ku t'ju doj qefi fjalën Night Club, do t'ju dalin këto pamja. Yeah, I like it when you're telling me to keep in touch. All over your body, rub it like good luck. Love a stand up, try to keep me doing too much. Hands where they are. Ekziston në Shqipëri një koncept shumë i gabuar i fjalës night club, se ne e lidhim me diskotekat. Night clubet e ndryshme që quhen edhe lap dance, kanë kështu gjërash dhe quhen night club. Ato që ne i quajmë night club dhe i frekuentojmë çdo fundjavë dhe shkojmë dhe bëhemi tap fare, nuk e kanë emrin night club, quhen diskoteka, të paktën kështu i quan bota. E dini se si m'dukat kjo puna e bërjes lëmsh të night clubit, diskotekës dhe këtyre gjërave që vetëm ne shqiptarët dim t'i bëjmë çorap, si puna asaj kokës që kur themi po e kemi kështu dhe kur themi jo e kemi kështu. Vetëm ne jemi ndryshe nga bota. Jo pra jo, se poja është kështu dhe joja është kështu. Tani dua t'ju them se ajo femra që pat në trotuar dhe që ju duk si çudia më e madhe e botës shumë shqiptarëve, në fakt qëndron aty në mënyrë të jashtëligjshme. Sipas nenit 113 të kodit penal mbi prostitucionin, ajo femra aty dënohet gjithsej me 3 vjet heqje lirie, me burg, ndërsa neni 114 për shfrytëzim prostitucioni, pra ata që ne i quajmë tutorët, dënohen deri në 5 vjet burg në Shqipëri. Me gjithë respektin që kam për të gjithë ju komentues të videove të mia në YouTube. Skandali nuk është se pat gjoksin, apo një femër që bën zanatin më të vjetër në botë. Por pse ajo ndodhet aty dhe askush nuk merr masa për ta parandaluar? Gjersa ligjërisht prostitucioni në Shqipëri nuk qen ka i ligjshëm. Dhe personalisht mendoj se nuk është skandaloze ti përcjellësh publikut realitetin ashtu siç është. Skandal është pedofilia. Skandal përbëjnë ata meshkuj manjak që kapin nga prapanicat femrat në rrugë të ndryshme të Shqipërisë. Dhe përsëri personalisht mendoj se përpara se të dënohet një prostitut në trotuar, duhet të kapen dhe të dënohen rënd madje ata që kryen krimin e vërtet. Edhe një herë ju ftoj që të ndiqni më mirë materialin. Sa e ke pagesën ti? Nuk flet ti fare? Unë jam nga Bullgaria. Po shumë mirë, flet shqip ti? E flas. Po shumë mirë që flet shqip. Mos ta tregoj fytyrën, ti kapi vetëm cisë. Dëgjoj. Jam i haset më loj unë se të rashtë të pika. Ka ardhur në njëri të thotë që s'lejohet ta bësh të punja. Kush ta ka bërë këtë tatuazhin? Unë jam rrit në Francë, nuk jam rrit në Shqipëri. Prandaj Shqipëria është shumë mrapa botës. Kur Që të preki çik se je femër apo jo? Mos i e bome? Jo. Më me pi. Ku e kemi dal ta shoh? Më kam. E sa e ke pazarin mi? Nuk punoj, dola për qef. Se pastaj më thu
që të shef kamera. Nuk punoj, dola për qef, thash unë ta shikoj Shqipërinë. Kam kaq vite pa ardhur në Shqipëri. Edhe thash ndal një gjiro. Po, si shikoj unë, Shqipëria është shumë rapa botës, shumë. Po pra, se këtë duan me... Ku të arisi Shqipëria, me fjalë, si janë, Evropa tjetër... Ku ke punu ti? Kam punuar në Greqi. Moj t'i dalë edhe njerë se ti më dukesh si, ua femër që në kemi, se zërin e kënë qik tashpër, pra ndaj. Cicën pa e kap në ftyrë, pa e kap në ftyrë. Mos e kap ftyrë, ja, ta mbulojnë ftyrën. Ta shi kjo cica është e bërë e gjitha, ha? Po, Shishi. gjithë. Komplet, ha? Po. Po mirë, ta shi kur vin këta, ha pra ha, se e oqëm. Dëgjo, ta shi kur vjen klienti, ti si i thu për të kalu natën? I them falë, dhe në Shqipëri nuk ka lek, nuk pagoj, nuk këshu Shqipëria. Edhe ti e bë falasa? Po, falas. Qa thumi? Më pëlqen, jam në vendin tim, me meshku shkoj, më këshu më pëlqen. Pranaj që Shqipëria është shumë rapa, shumë. Ku të arisi Ku e ke mësu këtë gjuhën Shqipe ti? Po, shqiptar jam. Po ti të që jam nga Bullgaria, pra? Jo, shqiptar jam. Shqiptar jam. Shqiptar, po. Ta që shqiptar apo shqiptare? Shqiptare. Daj munde se me gjithë të cica mu. Shqiptare jam. Kush ta kanë zikë kështu cicën këtu? Kush ta kanë zirë? Më kafshovi. Kush ta kafshovi? Një shqiptar, nuk e Po njo. mirë ti e ketë bërë atë cicën, si ka mundësi që? Më kafshovi me dham. Me dhëm, pra po ti e ke, a e ketë bërë ti atë, së shë jotja? Si të zjet ajo? Po, nëzit, normal, dhe është mishi im. Normal. Po përdor mbrojtës? Normal. Prezervativ, ha? Gjithmonë, ha? Gjithmonë, me mbrojtëse, gjithmonë. Edhe kur bën kështu seks oral? Normal, përdoj, normal. Më pëlqen seksi, qatë baj? Jo me mirë e ke. Më pëlqen a vjeta i me seksi, po shikoj gjona shumë mrapa. Me pëlqen gjona shumë gjona. Në Shqipëri, mami, më pëlqen gjona në Shqipëri. Internet sa njerëz, YouTube sa, sigurisht që qëllimi im është të hy edhe në ato skutat më të errta të jetës së natës në Tiranë. Dhe më besoni, jeta e natës në Tiranë kohët e fundit është për shumë pikante dhe shumë interesante. Ajo që ndoqet pak më parë është vetëm fillimi i një epoke të re. Shqipëria është një vend i ashpër, është një vend i egër dhe ka nevojë që të zbutet. Dhe mënyra më e mirë për ta zbutur Shqipërinë në përgjithësi është kjo. Kjo është një nga dhomat prive ku ofrohet ky lloj spektakli. Dhe është një ndër najtet më në zë të Tiranës, i cili ofron performansat kësaj natyre që janë më shumë edukative se sa të shkosh në Tallava. Kjo është duke treguar tani të mbrapmet pse është edukative. Është edukative sepse kjo vajza këtu, që nuk është shqiptare, bën këtë profesion. Dhe emri i saj është, come che ti chiami? Valentina. Valentina, ma sei italiana? No, sono bulgara ma vivo in Italia da tanti anni. Sì, perché hai un italiano perfetto, a dire la verità. Sono più di 9 anni. Da quant'è che sei in Albania? Ma io vengo e vado perché lavoro in questo locale in Italia, quindi... Però da quando ho aperto il locale sono qua. Ma ti capita stare in Albania e ti capita anche uscire, non lo so, dopo che chiudi il lavoro a mangiare da qualche parte? Sì, siamo andati a Talavà, in discoteca, abbiamo un po' girato Tirana, ci siamo divertiti. A proposito del Talavà, perché lo sai perché sono qua io? Sono qua perché penso che qui esiste una mentalità sbagliata di quello che è il night. E siccome i night in Albania non sono mai esistiti e questa è la prima volta che esistono, è un problema enorme il fatto che si giudica di più il tuo lavoro che è un lavoro vero e proprio di quelle al Talavà, non so se l'hai viste, che sono delle ragazze che escono e si danno il loro corpo e tutto per una Red Bull. Io credo che in 3 mesi da quando c'è aperto il locale un po' di questa mentalità l'abbiamo cambiata, che la gente che frequenta il posto vede come è, come tipo di lavoro e vede che non c'è niente di male. Quindi credo che abbiamo cambiato un po' questa opinione. Però ha bisogno l'Albania di cambiare un po' questa mentalità? Io non vedo niente di male, è un lavoro come tutti gli altri, non facciamo niente oltre il spettacolo e ballare. Assolutamente sì. Con tempo la gente capirà, secondo me non sarà più questo pregiudizio verso di noi. Ma quando sei venuta per la prima volta in Albania o sapevi che venivi a lavorare qua, cosa hai pensato? Io
questo lavoro lo faccio da tanti anni, ho sempre lavorato con questo personale, con il proprietario e sinceramente sono venuta molto positiva. Non aspettavo niente di negativo e tutto è stato come pensato. E clienti albanesi come si comportano? Con me fantastici, rispetto puro, ma perché secondo me li predispongo io anche di essere così. Perché fai da più tempo questo lavoro? E il lavoro deve essere fatto bene, se lo fai per bene riceve anche rispetto e tutto il resto. È vero, però avrei anche un'altra curiosità. Mi ha detto il proprietario del locale, che tu dici che lavori da anni per lui, che quando le ragazze che fanno questo lavoro sono albanesi e vanno dai clienti al tavolo per servirli un po' così, no? Per fargli compagnia, si comportano molto male. Con le ragazze albanesi, invece con voi, sono più predisposti a essere gentili? No, comportano male no, io questa cosa non l'ho notata sinceramente parlando. Secondo me parlando la stessa lingua magari esce qualche battuta in più, però non lo so questo perché non li capisco. Però male non ho mai notato nessuno che si comporta male. Quindi mi stai dicendo che gli uomini o i ragazzi albanesi si comportano bene al night? Sì, per me sì, confermo. Qual è il servizio? Nel senso che io sono venuta 2 o 3 volte, anch'io, è venuta una ragazza, era serba di origine lei, e ci ha fatto compagnia, ha bevuto con noi, ci ha proposto il privé. Sì, sì. Il privé è qua? È qua. Perché la mentalità è un po' di questo privé che si fa chissà che cosa. In privé non succede nulla, è un strip privato, come lo vedi in pedana. Come lo vedi in pedana lo vedi anche qua. Unico approccio che sei più da vicino e tutto lì. Non c'è niente di più, nessun servizio oltre i strip. Grazie mille, sei stata molto gentile. Grazie a te. Ciao. Personalisht nuk më duket fare kaq skandalos sa mentaliteti shoqërisë tonë e bën. Morali nuk qëndron dhe nuk ka fare baza për sa kohë në Shqipëri ekziston ligji i kanunit. Një ligj që gruan e dënon me ligjin më të ashpër të kanunit. E gjitha kjo sa ajo u vonua pak duke ndjekur një mesh fetare. Dhe këta e dini se kush janë? Ata që duan të demonstrohen më katolik edhe se vet papa. Kam ardhur në universitetin ku pedagog është Edmond Tupja, sepse ndoshta vetëm mendimi im personal dhe ajo që unë personalisht mendoj nuk mjafton për të sensibilizuar ndoshta edhe më shumë opinionin publik, po mbi të gjitha për të marrë një mendim ashtu nga një njeri të cilin unë e vlerësoj personalisht shumë për mendjen e tij të hapur. Është profesor Edmond Tupja, po e presim sepse po mbaron mësimin në këtë momente dhe do zhvillojmë një intervistë me të na thot ai më mirë, a duhet të ekzistojnë prostitutat në trotuar në Shqipëri? Por sidomos, a duhet të ekzistojnë night clubet apo lap dance, siç quhen ndryshe? Profesor Tupja, kam ardhur me shumë dëshirë për të bërë këtë intervistën me ty, sepse kam bërë një emision që është ai i kaluari, ku kam prezantuar një realitet të vërtet të jetës së natës në Tiranë, që është edhe ai jetës së natës në Shqipëri, sepse klabe night që quhen, pra që kanë femra që kërcejnë nudo dhe bëjnë performanca, ka edhe në vendet të tjera të Shqipërisë. E ka nisur Saranda, pastaj ka vazhduar me Vlorën dhe tani edhe në Tiranë. Por më mirë vonë se kurrë. Po ta erotizojmë proverbin, më mirë vonë se kurrë. Çështja është që nuk ma kanë komplimentuar shumë reagimet që janë bërë sidomos në rrjetet sociale, kryesisht online. Mendimi se po shikoj tani që e ke këtë kapele me të shkruar Paris edhe mund të kthej. Club night club, gjithon ata kanë Paris. Ka dhe klabe gay, lesbike, gjithashtu. Sigurisht, po ka edhe teatro. Unë i quaj teatro se janë vërtet art, si Moulin Rouge, kabaret. Moulin Rouge, Crazy Horse, ku kam qenë Crazy Horse, kam qenë mëftuan dhe pash, femrat ishin nga gjitha, kërcenin, bëjnë lëvizje estetike dhe sensuale. Nuk thash seksuale, po sensuale. Ku
ishin epsh ndjellse, por me dozat e dura dhe kishte art. Mirë, unë kam bërë një intervistë të shkurtër me një prostitut në trotuar dhe pastaj kam shkuar dhe kam intervistuar një vajzë në një lap dance, ajo është e huaj dhe tregoi pak për realitetin në Shqipëri. Mirë, po nuk u përqafua shumë nga opinioni publik. Po fillimet janë që janë vështira gjithmonë. Unë këtë mendim e them se kam pasur fatin që më moshën 19 vjeç të shkoj të studioj në një vend ku këto spektakle ishin vërtet spektakle, ku kishin një dimension historik sepse është një hap më përpara, dhe jo histerikë, po historik, sepse është një hap përpara drejt emancipimit të trupit. Para në prostitucion, është një trup e tërë vajzash, që janë nga më të ndershmet, që janë të fejuara, të martuara, nuk e di që janë artiste të trupit. Trupi tyre përhap një parfum jo egzotik, thjesht, jo sensual, po një parfum shpirtëror, nëse më flas kështu. Do me thënë, është art. Ju sollët një këndvështrim artistik të gjës. Unë do të ndaloj tek ajo që ishte reagimi, sepse në komente të ndryshme, edhe mua që isha intervistuesja dhe gazetarja që po bëja punën time në atë moment, më shanin prostitut dhe sigurisht që mirë s'më erdhi, por instinktivisht, se unë jam katolike, më erdhi në mendje momenti i gjuajtjes me gur që e din të gjithë dhe u kujtova se sa i vjetër është profesioni i prostitutës për të dënuar në Shqipëri, sepse në Shqipëri dënohet me 3 vjet burg. Nëse një grua, mendova unë, në një situatë shumë të vështirë ekonomike, me një fëmijë që nuk di se si ta rrisi, do të preferoja më mirë të mos vidhte dhe të shiste trupin e saj për të ushqyer fëmin. Vendimi im është që përgjegjës për prostitucionin, dhe po flasim për prostitucion, nuk po flasim për performancë artistike, se për mua është performancë artistike. Ndalojmë te prostitucioni, pastaj është përgjegjësinë e ka shoqëria dhe shteti. Sepse unë jam i sigurt që 99.99 të grave që shesin trupin e bën nga halli dhe nga malli. 1% ose 1% shumë e vogël mund të jetë për arsye patologjike. Ka qejf të prostituohet, të jetë në qendër vëmendjes, thon psikologët. Kjo është shoqëria. Krijon kushte që këto gratë punojnë, unë s'besoj që një grua do shkojë të japi vendin e saj më intim që e ruan për kulmin e dashurisë, me atë që do, të shkojë ta shesi kështu, lirë shtrenjtë, ose shtrenjtë pak rëndësi ka. Unë mendoj që këtu fajin e ka shoqëria. Pikëta s'ka ç'bëj dhe ka fëmijë për të shkojë të shesi trupin e saj, është shumë fyese për trupin e gruas, që është një objekt arti për mua. Për mua është një objekt arti, është një bukuri reale, ka bërë Perëndia ka bërë më të bukur se meshkujt janë gjithë blesh, gjithë ka bërë të lumuar me dhe prap nudo, ka nudo mashkullore që përritojnë për shumica nudo. Trupi femrës është një mrekulli e natyrës. Tash shoqëria prishte, shteti, shoqëria, si themon, jeta e detyron ta shkatroj këtë trup. Atëherë më mirë çesi trupin ta shkatroj se sa të vjedh ose të bëj krime të tjera. Unë jam femër dhe do dëshiroja që të më shërbente në lokal një femër, por këtu gjykohet më shumë një vajzë që bën kamariere në një lokal si kurv, tashi, ta themi tamam fjalën se kështu është në Shqip, se sa një vajzë që ndërtojnë këtë lloj marrëdhëniesh personale. Jo, nuk jam për... Puna është një qoftë ta them se ka qenë një këngë Domenico Modonjos, profesori violinës. Edhe u dha 1 2 herë këndua s'këndua më. Si ishte profesori që binte dashuri me nxënësin e vet. Këto janë raste të veçanta është dashuri. Dashuria nuk njeh mosh. Mosh fare. Po, biesh lapsit, unë do shkoj me këtë plakushin sepse ky ka para, ka këtë, kjo më duket e pasëndetshme. Mjekët, psikologët, psikiatrët kanë dhënë ata fjalën e tyre për të thënë këtë. Meqense të duket e pashëndetshme, çfarë mendon për shoqërinë shqiptare? Nuk është e kalbur siç më duket mua Brezim? Shiko, e kalbur. E shëmtuar, e prishur. Është problematike, le të flasim pa pasion. E kalbur e shëmtuar janë tregon që ne bëjmë një jugement de valeur, thotë francezët, domethënë bëjmë një vlerësim moral. Le të themi shumë komplekse për arsye historike, sociale dhe kulturore. Dhe shoqëria jon duhet emancipuar. Dhe jemi akoma në belbëzimet e emancipimit. Shoqëria shqiptare është e egër dhe ka nevojë të zbutet dhe ndoshta klubet night me striptiz mund ta ndihmojnë të zbutet, sidomos shoqërinë maskullore. A jeni të njëjtit mendim? Unë mendoj që duhet nxituar me ngadalë. Është shprehje franceze, është e imja, duhet nxituar me ngadalë, sepse lindin probleme. Për shembull, në këto ta them se u hap një teatr me performanca të tilla,
ku nuk shkohet për të eksituar, për të zbrazur në vend tjetër, nuk shkohet për zgjedhur këtë them, hajde ti më se kam parë unë, por shkohet për kënaqësinë e syrit në radh parë, qoftë kënaqësi e mbjellse, por ka dhe një përmas estetike, siç e thash. Këtu mund të hyjnë çdo lloj njerëz, bëjnë sherr në sallë, duhet të edukuar, po si do vi ky edukim, ky është problemi. Ky është problemi që unë s'kam zgjidhje tani për ta thënë. Po a mendoni se do të ishte edukim që në Shqipëri nuk ka ekzistuar kurrë night club, jo bordelot që i quajmë ne, po. Nuk kanë Italis. Ka pas edhe kështu club night, unë të paktën di periudhën e Ka pasur janë këto çingia që quhen. Tek ne nuk e di, me sa di unë për semafore nuk ka në për trotuar ferma. Ka rrjete të tilla sigurisht, po janë të organizuar, janë të fshehura se mentaliteti nuk lejon që. Por është një problem shumë i madh sepse unë e vete në vendin e prindit të një fëmije ose të vllajt të një femre që prostituohet. Nuk është e lehtë, është problem. Absolutisht, kjo është një problem për çdo prind në botë, jo vetëm në Shqipëri, por ama ekziston. Se këtu ka dhe një fenomen të një gjë kështu. Le të hapen shtëpitë publike thotë ai. Që të shkarkojnë meshkujt. Kjo është një vizion shumë i ndyrë për mua, sepse si shkarkojnë meshkujt ka dhe ferma që do të shkarkojnë. Atë të hapen në shtëpi publike me meshkuj, pra shkojnë femrat. Për të qenë barabar, apo jo? Po, nuk është kjo, duhet zgjidhur një problem sociale. Dhe nëse ka një, domethënë, shteti nuk arrin të zgjidhë këto problemet, fajin prapë ka shteti dhe shoqëria. Ne, unë, ti. Është problem. Është tregti, është një lloj skllavërie, është tregti mishi. Ai flasim për prostitucionin në trotuar, nuk flasim për edhe profesionin e fshehut, nuk flasim për performancat për të cilat folëm. Tani të ndalojmë pak tek performancat, ku kjo vajza e huaj që intervistova më bindi se nuk ka asgjë më tej mbrapa në dhomën e prives, që ndodh, është një biznes që ekziston në të gjithë botën me disa ligje X. Këtu është ndaluar. Me ligj është ndaluar ky? Edhe hapja e një najti për të bërë striptiz është ndaluar me ligj. Apo duhet parë legjislacioni? Duhet parë. Do ta ndryshoje po të ishte ndaluar? Do të sugjeroje sepse nuk është në dorën që të lejohet kjo, por me disa kushte. Kushte për shembull, siç ka qenë dikur, kujtohet. S'kam nostalgji për atë kohë, po siç ka qenë dikur që kishin lokale që të shtunave ndar ishin për familjarët. Burr, grua me fëmijë. Dhe këtu do shkojnë njerëz domethënë që e meritojnë në kuptimin që nuk krijojnë probleme sociale. Njerëz që shkojnë për të shijuar, për të parë një spektakël, është do shoqëri me nivel. Unë s'kam zgjidhje gatshme. Po thuaj që jona është një shoqëri pa nivel. Po, do të arrisë nivelin ky lloj ndryshimi? Do mlidhja psikolog, sociolog, po ti çavon ta kisha unë dorë. Po, larg kjo. Gjithmonë, po, sikur. Edhe do mlidhja një grup pune, do ta krijoja. Mendon se është një domosdoshmëri për Shqipërinë kjo lloj lëvizje? Është një hap në emancipim, luan rolin e vet. Duket si skandaloz, po është një kanalizon gjëra, shumë gjëra. Për shembull, duke futur për masën estetike, në këtë mes zbutet agresiviteti seksual. Shiko, unë kam një maçok. Maçoku im ka 2 periudha të vitit kur ka dëshira seksuale. Nëse maçoku e ka këtë dëshirë seksuale, dhe njerëzit mund ta kenë njësoj. Te njeriu është ndërgjegja sociale, është dhe bisha. Kafsha, është trupi. Bisha zgjohet shumë kollaj. Njeriu i shpellave. Unë besoj që teorinë që Moritz Abalt zoti, me gjithë respektin e madh që kam besimtarët, edhe i fryh edhe bëri njeriu. Edhe kjo është evolucion miliona vjeçar tek, po, ose miliarda vjeçar nga bakteria më e vogël që doli nga uji deri tek njeriu i sotëm. Te njeriu është instinkti, shqyr që është. Është jeta, është libidoja, thot Freudi, është dëshira për të shtuar, që të vazhdoj shtohet raca, të vazhdoj raca, dhe kalon nëpërmjet seksit, pak deri tani, për fat mirë. Dhe kjo zgjohet, puna është që njeriu parën neuroza të di të bëj një kompromis midis kulturës, ndërgjegjes, kulturës, dijes, edukatës dhe instiktit. Dhe këtu duhen ca frena që nga dalë lëshohen, sa të mësohen njerëzit. Prandaj duhet të ecur shumë nga dalë në këtë drejtim. E di pse erdha? Maler me njasin maçoku është shtas, është kafsh. Po gjithashtu që një maçok në të spektaklit hidhet për një ka përzen me maçoku që është tigër në miniatur, ka përzen atë gropën e orkestrës dhe kuptop në skenë, gjithë ato të bukura. Nuk është kjo logjika ime. Logjika ime është duhet emancipuar, duhet studiuar kjo punë, sociolog, seksolog, sociolog, psikolog, duhet studiuar anketa, statistika, punë,
duhet futur në shkollën e mesme, të paktën vitet e fundit shkollës mesme, vitin e fundit, përveç edukatë seksuale, duhet futur edukata erotike. Shiko pse mendova unë që të merja mendimin tuaj, sepse më kujtua fjalori erotik. Më kujtua se sa në Shqipëri neve e duam etikën edhe të folurit me etik, ndërkohë që në fakt nuk e bëjmë. Flasim të gjithë me fjalë të pista dhe flasim me shumë fjalë të pista. Dhe mendova që kështu është edhe kjo gjë. Pra neve bëjmë të gjithë sikur nuk e kemi najtin skimi që na duhet, atë prostitutën ta dënojmë 3 vjet le të futet në burg, se ne jemi një popull i ndershëm, kur në fakt nuk mendoj se jemi. Po gjithë popullit, në çdo popull ka të ndershëm dhe të pandershëm. Ne nuk kemi ndryshim nga popullit e tjerë, ne jemi çik vonuar për shkak të historisë sonë, kur unë nxora, falsi po flas për veten, nxora fjalorin e parë erotik, gjysma njerëzve më ka thënë një student që pasi kishim mbarruar studimet, nga më të mirë. Profesor klasa jon thoshte, ky është gjysma klasa mendon ky është i çmendur. Gjysma tjetër mendon ky është kurvar. E unë si asnjë një rast tjetra. Unë isha një mendimtar i lirë, kisha mendimin edhe. Dhe më mirë reagon femrat se sa meshkujt. Çuditshme. Në këtë reaguan Pa, çuditshme. Jo, nuk është e çuditshme. Femrat në Shqipëri unë mendoj që janë më shumë të femra nga që është natyrë gjeneruese. Mashkulli bie një herë në dashuri dhe mund të marrë fund për tërë jetën, dhe femra bie në dashuri dhe çohet dhe duhet bërë në dashuri prapë që të jetoj. Është pak shumë. Mendoj unë. E skematizove ja ka. Domethënë është rigjeneruese, është më si rigjeneruese më të Po, mira. sigurisht. Dhe kjo i bën që femrat edhe në Shqipëri të jenë emancipuar më shpejt se sa meshkujt. Po. Kjo është përshtypje që kam unë. Problemi im është që kalojmë nga ekstremi në ekstrem. Pra ne u them jo me pikatore, po hap pas hapi. Sepse ne kalojmë nga ekstremi në ekstrem. Ne kaluam, nuk e di, kaluam nga ndrojtja, nga mënyrat veshujt e të qëndruarit të femrës, kaluam në ekstrem tjetër. Femrat të shqiruar fare. Që një kohë që u shqiruam kaq tepër femra shqiptare, sa thuhet miq të mi, burra serioz thonin, pse kaq të llangosura? Lyeshim se nuk kishin. Kaloi e kohë tash lyen. Tani lyen mirë, a? Tani mendon që ka filluar? Ka filluar, pa diskutim. Ajo që më përshtypet e femra shqiptare është që ajo, edhe kur nuk është shumë e bukur, s'po them e shëmtuar, kjo është relative, di që ka një tipar më të mirë se tjerë dhe atë e nxjerr në pa. Mua më qelloi të kaloja dhe të shija në trotuar një prostitut në mes të Tiranës. Nëse do ta shihje, çfarë do mendoje? Unë? Ditën apo natën? Natën. Ato nuk dalin kurrë para orës 12 të natës. Po t'ishte e mirë do vinë të keq. Do të rishtohesha. Po t'ishte në mosh madhore do thoja ka hall të madh që ka dalë tukarit në këtë pikë. Fajin se ka ajo. Dhe po të kishe mundësi do dëshiroje që Tirana dhe Shqipëria të ishte e pastër nga ky lloj realiteti. Sigurisht, po është e vështirë shoqërinë njerëzore, do ketë gjithmonë, ka pas ndashësi, do ketë gjithmonë. A duhet dënuar me 3 vjet burg atëherë? Në organizatori po. Kudoshi që thonim ne atëherë, tutori. Jo, organizatori shfrytëzuesi i prostitucionit dënohet me 5 vjet burg dhe kjo ishte një gjë që më pëlqeu. Dhe dele fillon për më para. Dhe në fakt 5 vjet më duken pak. Jam duke thënë, ajo vetë aty dhe shkon policia dhe e kap dhe 3 vjet e fut në burg. Ashpër më duhet, dënimi ashpër është, nuk e di çfarë mund bëhet. Gjobë, sa ti vesh gjoba, sa ajo do të s'ka paratë kështu të rrisi fëmijët. Nëse janë raste të veçanta patologjike, duhet shuar tek psikiatri, tek psikolog. Po flasim për ato. Në rastet shumicën e rasteve është një problem social i madh. Pastaj edhe raste patologjike nuk njihen më, se tani ekziston nimfomania, ja kanë vënë një emër që justifikohet me mjekësi. Po nimfomania mund shkosh me shumë meshkuj. Se ajo që intervistova në rrugë tha, mua më pëlqen seksi, e dua seksin. Mirë, prostitutat nuk shkojnë deri në fund, nuk kanë orgazm se raskapitin për një herë. Kështu tha? Kështu tha. Por unë kam parë një film lidhur me prostitucionin, nuk para 30 vjetëve. Ditën e javës, gjatë ditës e javës ajo kishte deri në 10 klientë natën dhe shtun duke këdhirë djerë kishte 60 klientë natën. Imagjino ç'a bëj, shkatërroje fare. Ajo orgazm harroje. Jo, ajo s'bëhet fjalë. Bëhet fjalë. Kështu që është fatkeqësi sociale, është fatkeqësi shoqërore prostitucioni për mua. Në këtë moment që Shqipëria duhet të ekzistojnë këto klubet e natës me vajza që bëjnë performanca strip dhe pastaj për prostitutat më ktheve përgjithësi. Po. Duhet të ekzistojnë, por duhet të rregulluar kuadri juridik, ligjshmëria. Duhet të me akte ligjore se non ligjore, dhe duhet të shumë serioz, duhet të ketë kontrolle, që
që këto performanca nuk përfundojnë në gjëra tjera, kush vjen klienti dhe ma si do të them se do unë zonë na kaq, ky quhet prostitucion, pse ky quhet. Kjo është e dënueshme. Ta puth pak faqen unë dhe ta mbytem. Madhe.